Miqtë e mi, nata 12 vjeçare vazhdon edhe këto muaj në formën më të shëmtuar. A e shifni ju një njeri që ka qeveris 12 vjet dhe nuk del dot para jush tu numëroj një sukses të vetëm. Nuk del dot. Ka 3 muaj që ju flet Ka 3 muaj që flet për knet, për buf. Ka 3 muaj që sillet si hokatar, si kloun, nga skena në skenë, dhe që refuzon. Burreci 2 metra gjatë nuk guxon të ballafaqohet para jush në studio televizive apo në sheshet qyteteve. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Po urdhron edhe zëqinet e tij mos pranoni konfrontim ballafaqim. Mos pranoni debatet me këto zonja dhe zotëri, të cilat janë detyrim absolut, qytetar, zyrtar, moral, ligjor. Ai që vjen me të kërku votën, duhet ketë kurajo të dalë para teje. Duhet ketë kurajo të paraqitet me të gjithë arritjet dhe dështimet e tij tek ju. Por ai në vend të debatit, në vend të transparencës, paraqet vallet e Lubi Ballukut, piskamat e Zeqines dhe sfundi Lamborghinin e Nojzit. O miq, po Lamborghini ti kushton miliona. Ai kushton ai Lamborghini, ai ta gëzoj se e ka nga fitimet e tij me këngën, po ai nuk është pension. Ai kushton sa 10.000 pensione, sa 50.000 pensione. Si të kushton? Djegë si Tiranë, si zhdukur, 130 milion. Ja ti them dhe njëherë, krushku të nderuar të demokratit, po si mund t'jesh ti me atë që ka zhdukur 130 milion euro? Taksa tuaja, pavarësisht çfarë je, demokrat, socialisti, pa parti, po ajo është mundë dhe djersa jote. Ku janë? Ku janë 130 milion euro? Ku është djegësi i Thierit? Që e shetit në Vërdall dhe sot është një llamarin që s'punon? Ku janë? Ku janë? 110 milion euro të beketit? Ku janë? 21 milion euro udhtime me avion taksi? Ku janë? 33.000 euro shishja e Roman e Kontit? Pranaj dhe urdhri, mos dilni para qytetarëve, mos u ballafaqoni me qytetar, po ai që fshihet është me i liku. Me i keq se ai që bën është ai që fshihet, se ky është dhe pa kurajo fare. Ai edhe ka bërë, edhe kurajo s'ka,
11 maj po vjen. Edi Rama është fundi yt. Miq, e mbajta këtë fjalim duke dialogue me një të panjohur. E bëra edhe nga dëshira ime e zjarrt që kam të mos maj fjalime, por të takoj vetëm qytetar, të diskutoj me ta, të arsyetoj me ta, dhe kam bindje se ky është programi më i mirë që Shqipëria ka patur ndonjëherë. Kam bindje se ky program është programi i Thirrit madhështor dhe i Shqipërisë madhështore. Në 8 ditë, fitoria është në duart tuaja. Fitoria pret që ju ta çoni në çdo zemër shqiptare. Rof shiu, rof fieri, rof Shqipëria. Fitore, fitore, fitore.